në këtë edicion do të ndiqni. Komuniteti i biznesit nesër proteston. Aleanca Kosovare e Bizneseve e shqetësuar për ndryshimet në tregun e energjisë. Problemet infrastrukturore në rrugët Papa Klementi dhe Mark Malota shqetësim për komunitetin. Gjakova këtë vit më shumë është vizituar nga turistët aziatik, palën anash edhe ata të vendeve lindore. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Komuniteti i biznesit në Kosovë nesër do të protestojë për shkak të tarifave të reja të energjisë elektrike, ndërkohë nga zyra Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dugaxhinit kanë shprehur shqetësimin e tyre për zhvillimet e fundit në sektorin e energjisë. Të njëjtën e 29 majit hyrjet kryesore të Prishtinës do të mbyllen për 2 orë nga bizneset në shenjë protestën ndaj liberalizimit të tregut të energjisë elektrike që pritet të hyjë në fuqi me 1 qershor. Kryetari i zyrës së Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dugaxhinit, Argjend Fetau, tha se bizneset nga rrafshi i Dugaxhinit do të marrin pjesë në këtë protestë. Ne jemi të vendosur për protesta, ne nesër do të dalim në protesta dhe ne si Aleancë Kosovare Bizneseve kemi qenë pi ditës së parë dhe sot dhe ne zëtutje deri në shfuqizimin e këtij vendimi do të jemi në protesta. Fetau tha se protestat do të ashpersohen dhe do të radikalizojnë mënyrën nëse nuk aprovohen kërkesat e tyre. Kemi parë që këto vetëm kanë në vesh të shurdhur dhe nuk ka pasur kur falloj reagimi, qoftë institucionet, qoftë nga zëreja. Dhe në këtë pikë kemi vendosur që të marrim pak masa pak më radikale që do të jetë me bllokimin e rrugëve, arterëve kryesore. Protestat do të bëhen nesër në bashkëpunim me odën ekonomike dhe organizatat e tjera. Protestuesit do të kërkojnë shtyrjen e së paku 2 muaj të detyrimit për kalimin e bizneseve në tregun e hapur të energjisë, rishikimin e tarifave dhe kushtet e tjera. Prej disa kohësh, komuniteti i rrugëve Mark Malota dhe Papa Klementi po ballafaqohen me një problem infrastrukturor i cili po ju sjell të lashe të vazhdueshme në qarkullim. Nga komuna thonë se ky problem ka ndodhur si rezultat i punimeve nga KEC, të cilët edhe kanë obligim ta kthejnë në gjendje të rregullt rrugën, ndërsa nga KEC thonë se ditëve në vazhdim do të kenë një përgjigje zyrtare për këtë shqetësim të banorëve. Komuniteti i rrugëve Papa Klementi dhe Mark Malota prej disa kohësh po përballen me një problem infrastrukturor duke ju sjellur problem edhe në qarkullimin rrugor. Tush Gojani thotë se nga ky problem infrastrukturor disa herë i është dëmtuar edhe makina. Probleme pi prishim kerët, gropa, po avitën ka 2-3 kerë këtu të pritim e tjetrin, bjen grop. Tash kanë filluar dhe trotuaret me hyrjen kerët tani, me dëmtuar dhe më shumë. Nuk po disha më thonë veç mirë son. Kryetari neve po na qet krejt obligimet, tatimet për prona, për rrugë, për regjistrime, shpesh ka 2-3 herë në ditë. Për mua shumë rënd. Për mua vjen gropa kerri, vjen prishet, s'nin kur për atë punë. Nuk di, mirë, jo. Për këtë shqetësim të banorëve, ekipi i televizionit Syri ka kontaktuar me drejtorin e drejtorisë për infrastrukturë Shkumbin Kastrati, i cili ka thënë se KEC është duke punuar në rrjetën nëntoksor në atë zonë dhe ka për obligim ta sjellë në gjendje paraprake rrugën. Tutje kontaktuam edhe me zëdhënësin e KEC-it Lulzim Kresniqi, i cili bëri të ditur se ditët pasuese do të ketë një përgjigje konkrete për shqetësimin e banorëve të rrugëve të lartë cekura. Bashkëpunimi i komunitetit me shkollën e fshatit Vec është i vazhdueshëm. Së fundmi, familja Uka ka siguruar për nxënësit e shkollës disa televizor të cilët do të shfrytëzohen për projekte shkollore, si një mundësi e mirë për nxënësit dhe mësimdhënësit. Këta televizor janë destinuar për shkollën Ahmet Rustemi në fshatin Bec, donacion ky i siguruar nga familja Uka. Astrid Jusufi, drejtori i shkollës, tha se jemi falendërues për këtë donacion që do të shërbejë shkollës tonë. Shkolla me të vërtet ka pas shumë nevojë për këta televizor, se dihet se ka nevojë për një rritje cilësisë në arsim, por është rëndësishme edhe krijimi një ambienti sa më modern, sa më atraktiv, i cili do ta motivojë edhe mësuesin gjatë punës së tij, por
edhe nxënësit gjithashtu. Drejtori Jusufi tha se pajisjet do të vendosen në klaset e nxënësve për të qenë në funksion të nxënësve për shumë projekte shkollore. Këta televizor janë teknologjisë më të re, janë 65 inç, të cilët do t'i vendosim në klasat e larta, për klasës 5 për bjen deri në klasën e 9. Komuniteti kësaj zone janë bashkëpunues i mirë me shkollën. Nik Uka, përfaqësuesi i familjes që siguroi donacionin, tha se është kënaqësi të kontribuojnë në të mirën e nxënësve. Ka qenë dëshira ime e kamshme që të investoj në shkollë në Republikën tonë të Kosovës, por në rrezikë shkolla e fshatit Bec. Ta furnizojmë me disa televizion të tipit Samsung 65 inch. Që shkolla të jetë më avancuar gjatë mësimit, që nxënësit të morën më mirë informacionin e duhur rreth mësimit. Aktualisht në këtë institucion shkollor frekuentojnë mësimet 148 nxënës në ciklin shkollor nga 1 deri në të 9-ën. Në serën e Albert Ramajas nga fshati Qërim mund të gjesh të mbjellura shumë kultura bujqësore për të cilat kujdeset në baza ditore. Ai thotë se posedon afro 5 hektar tokë të cilën e punon së bashku me familjen, duke i siguruar vetës edhe të mira materiale nga kjo veprimtari. Albert Ramaja nga fshati Qërim është bujku me përvojë shumë vjeçare dhe një trashëgimtar i punës së babait dhe gjyshit të tij në bujqësi. Aktualisht, ai kultivon kultura të ndryshme bujqësore në tokën e tij, prej afro 5 hektarësh. Kemi të mbjellur spec, tranguj, tomate edhe patate. Patate kemi cerën tjetër. Na tregot që kur janë mbjellur dhe kur është koha për të vjelur apo? Po, koha mbjelljes është me 26 janarja fillojmë, çojmë fidanet në modulet vogla. Pastaj ne gradualisht u rrit edhe t'jam ndru modulet më të mëdha dhe dikun në fund të marsit i kemi qitë këtu. Përveç shperimeve, Ramaja kultivon edhe 2 hektar misër, 1 hektar grur, si dhe kujdesit për 600 trupa mollësh cilësore. Kemi misër 2 hektar, gruni kemi 1 hektar, edhe molli kemi 600 trupa. Që sa ko merri me këtë profesion, apo këtë lami dhe sa është fitim prur se kjo? Kjo është babgjysh. Kemi vazhdu me këtë tradit, po na kemi modernizu pak. Na kanë mundësu mjetet dhe kemi modernizu pak me sera. Me sera filma slukte ja kemi fillu. Dhe më në mitin 2001-2002 kemi vazhdu me sera. Ramaja thë se e gjithë këtë punë menaxhon së bashku me familjen pa pasur nevojë për fuqi punëtore shtesë. E kur është fjala të tregu, thotë se atë ka të siguruar në Gjakov. Po familjesht punojmë, edhe kemi për tregun në Gjakovës. Furnizojmë të markete, edhe për të hanësh tregun e mbaj vetë. Sa është lehtësim bashkëpunimi bashkë me familjen për gjithë këto punime, gjithë këto toka që janë të punuar? Sa është lehtësim apo duhet edhe fuqi punëtore tjetër? Jo, është lehtësim, fuqi punëtore s'kem nevojë. Lehtësim se punojmë familjarisht, kem kohë në caktuar, kur punojmë, kur pushojmë, kur kem marrëveshje të mirë, kem bashkëpunim të mirë. Përveç të mbjellurave që aktualisht ka ky bujk, pretendon të rrisë kapacitetin e punëve në bujqësi për çfarë ka aplikuar, edhe për një subvencion në ndërtimin e një sere të re. Po këto e mbjell patate janë farë për Egjiptit të ardhë, në përmes Shqipërisë të ardhë da, edhe i kemi mbjell dikun me 2 shkurt. Kur janë qitë në tokë, edhe gradualisht shtarëve shkem fillu më bërë. Na trego keni pasur se i përket mbështetje prej ministrisë apo subvencione, na trego? Po për vitit 2014 kemi pasur mbështetjen e fundit prej komunës Gjakovës, 2011 prej qeverisë Kosovës. Tash kemi aplikuar për se 4 vetari, i kanë pranuar dokumentat, a pranojnë, a japin, a se japin, na jemi pritje. Puna në bujqësi, bujku të Ramaja dhe familjes së tij sjell përfitime të mira materiale, fal punës dhe angazhimit të vazhdueshëm që bën. Ulja temperaturave gjatë periudhës së lulëzimit të pemëve ka ndikuar edhe në vreshta, kështu bëri të ditur kultivuesi i rushit Butrend Batusha, i cili konfirmoi se ky vit nuk do të jetë aq frytëdhënës. Kultivimi i rushit kërkon përkushtim gati gjatë gjithë vitit. Kjo periudhë gjen vështar duke u marrë me kitjen, lidhjen e vreshtave e shumë procedura të tjera që janë të nevojshme për vreshtat. Kështu bën të ditur edhe vreshtari Butrend Batusha.
Tash na vëso kemi përfundu procesin e kitjes, lidhjes së vneshtit, tash jemi në procesin e largimit të llastarëve të tepërt, cilët nuk na nevojitin tek pjesa e pradhimit edhe mundohemi me reduktu atë pjesën e rendimentit për rrushën që dojmë e marrë. Mes të tjera është Batusha tregon për llojet e rrushit që ai kultivon në vreshtat e tij. Për momentin i kemi rreth 7 hektar, i kemi dy lloje të rrushit, i kemi rrushin e Venës dhe atë të Troezës. Tek rrushi i Venës, kryesorin e kemi Vranqin si varietet i kuq. Tek të bordhat e kemi Muskatin, Rieslingun edhe Chardonnayn, ndërsa tek varietetet e rrushit Troezës e kemi Black Magicin, që është kjo parcella këtu, e kemi Muskatin e bordh dhe Kardinalin. Ulja temperaturave dhe bora fundit që ra gjatë muajit prill do të ndikojnë këtë vit në ulje të rendimentit të rrushit, bëjt ditur Batusha. Te pjesa veshtari, domethënë gjithmonë është një fabrik pa kulm që i thonë, edhe gjithmonë jemi të rrezikuar që nga pjesa të ftoftit, që nga pjesa e breshrit apo sëmundje të ndryshme që mundin me ataku. Këtë vit kemi pas një sfidë ka gjatë madhe me pjesën e të ftoftit, domethënë tash në muajin prill. Po që po mendojmë që kemi shpëtu shumë mirë, domethënë për shihet që ka rendiment kaq mirë me ato se çka kemi prit. Pra, po besoj që është normale që ka më pas rendiment pak më të vogël se sa që ka pas viteve të kaluara, por që në krahasim ato se cila ka mujt me qenë ai skenari më i keq, kjo është shumë mirë. Batusha shpreson se bora do të jetë dëmi minimal që do të atakojë rrushin gjatë këtij viti. Vetdia për kontrollimin e çrregullimeve të shëndetit mendor, kohëve të fundit është rritur, mirë po ende nuk është në nivelin e kënaqshëm aspekti i rehabilitimit të pacientëve. Kjo pasi trajtimi duhet të jetë multidisiplinar, kështu ka bërë të ditur psikiatri Zef Komani. Viteve të fundit kanë filluar të kërkohen shërbimet shëndetësore që kanë të bëjnë me çrregullimet e shëndetit mendor. Sipas doktorit Zef Komani, shefi departamentit të psikiatrisë në Spitalin Isa Greza, gjatë vitit 2024, departamenti ka kryer 6763 vizita ambulantore. Fatbarësisht viteve të fundit ka filluar të kërkohet një shërbim shëndetësor lidhur me çrregullimet e shëndetit mendor, ku duhet ta potencojmë që gjatë vitit kaluar Departamenti i Psikiatrisë Spitalit Përgjithshëm Gjakov i ka kryer 6763 vizita ambulantore. Po ashtu këtu do të potencojmë edhe që qendra e shëndetit mendor në bashkësi që është në kuadër të komunitetit në Gjakov, edhe ai ka vizitat e veta. Ndonse ndihma ka filluar të kërkohet, psikiatri Komani shfaqi një problematik. Ka filluar të kërkohet ndihma, mirë po është një problematik shumë e madhe në aspektin e çrregullimit të shëndetit mendor. Për arsye se personat vinë, vizitohen, ju ipet terapia adekuate, përmisohen. Mirë po, prapë se prapë ai kthehet në jetën e përditshme me gjitha problemet e veta. Sipas psikiatrit Komani, përkrahja ekonomike, psikosociale e rehabilituese mungon nga ana e shtetit. Aspekti i rehabilitimit, aspekti i përkrahjes psikosociale, ekonomike, nga ona e shtetit mungon në tërësi. Për arsye se ne kemi persona me çrregullime tepër të rënda të shëndetit mendor në komunën e Gjakovës, që sillen rrugë, bëjnë probleme në banesa, i shqetësojnë qytetarët, ndërsa nuk e kemi një vend të caktuar ku mund t'i vendosim ata. Po ashtu, edhe personat që kanë çrregullime shumë më të lehta, vinë mjekohen, i përmirësohet gjendja, e te kalon problemin cilin e ka pas, sa do i vogël tjetë. Mirë po, ai kthehet prapë në të njëjtën situatë familjare, shoqërore, sociale dhe ekonomike. Tutje psikiatri Komani shtoi se trajtimi i çrregullimeve të shëndetit mendor duhet të jetë multidisiplinar dhe i njëjti kërkon përkrahjen e shoqërisë. Trajtimi i çrregullimeve të shëndetit mendor duhet të jetë multidisiplinar. Domethënë, trajtohet me medikamente nga profesionistët e shëndetit mendor, trajtohet në aspektin psikosocial, familjar. Mirë, po të njëjtën kohë duhet ta ketë edhe përkrahjen e shoqërisë, po ku bërim shembull qendra për punë sociale, gjithsesi Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet jetë Ministria e Ekonomisë dhe Financave që punohet që të ngritën parat
që të rritet numri i vendpunimeve e tjerë. Është një problem shumë i madh. Doktori Komani gjithashtu tha se familja dhe shoqëria duhet të mbështesin gjatë gjithë kohës personat me çrregullime të shëndetit mendor. Nga viti në vit, interesimi i turistëve të huaj për ta vizituar Gjakovën është në rritje. Vlerëta në nga zyra e turizmit ose preferencat e turistëve ndryshojnë, por këtë vit ka pasur një rritje të ndjeshme të turistëve aziatik, palën anash edhe ata të vendeve lindore. Zyra e turizmit në Gjakov po synon zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm përmes digitalizimit dhe partneriteteve lokale, duke pajisur të gjithë turistët me harta, broshura turistike dhe me informata për aktivitetet që mund të zhvillojnë gjatë qëndrimit të tyre në komunën e Gjakovës. Kështu bëri të ditur Blerta Nreja, konsulente për informacion turistik. Zyra e turizmit ka për qëllim një turizëm të qëndrueshëm, digitalizim edhe partneritet. Ne këtu si zyra e turizmit jemi të hapur çdo ditë prej orës 8 deri në ora 16. Këtu e pajisim të gjithë turistët me harta dhe broshura turistike dhe me aktivitetet që ka mundur me bë gjatë qëndrimit të tyre në komunën e Gjakovës. Sipas saj, shumica e vizitorëve nisin udhëtimin nga qershia e madhe e më pas orientohen sipas interesit të tyre. Varësisht nga natyra e turistit janë edhe kërkesat, po kryesisht zbresin në qarshi dhe pastaj nëse kanë qëllime për aventura, mvaret për trashëgimi kulturor, interesi tyre varion, janë të ndryshëm, por kryesisht fillojnë nga qarshia dhe shpërndohen në vende të tjera. Këtë vit ka pasur një rritje të ndjeshme të turistëve aziatik, por palën anash edhe ata të vendeve lindore, shtoi Nrejaj. Këtë vit të ri veç ka fillu numri i turistëve edhe po vrehet një numër i madh i turistëve aziatik, gjë që shihen shumë shpesh në qytet grupe të organizuara të turistëve, po palën anash edhe ata të vendeve lindore. Në verë, për shkak të temperaturave të larta, zyra e turizmit sugjeron atraksione natyrore si liçenet, lumenjtë dhe shpellat, pra sipas Nrejaj janë vende që ofrojnë më shumë freski. Tash, ditëve të ngrohta, na shumë i sugjerojmë edhe liçenjtë edhe lumenjtë, për shkak se ato ju ofrojnë edhe freski dhe tash kemi edhe shititore të rregulluara ku ata mund me kalu kohën e tyre, por palën anash edhe shpellat, sepse edhe ato kanë freskinë e tyre, kështu që mvaret çfarë është edhe orientimi i tyre. Zyra e turizmit në Gjakov gjithashtu ka ftuar operatorët ekonomik, të cilët ofrojnë shërbime për vizitorët në komunën e Gjakovës që të bashkëpunojnë me zyrën e turizmit për të promovuar sa më mirë bizneset e tyre. Pavarësisht temperaturave në luhatje, natyra fshatit Ramoc këtë fund pranvere duket shumë e bukur. Pamjet e regjistruara nga kamera mediumit ton tregojnë për bukuri pafund të reliefit dhe shtrirjes që ka fshati Ramoc. Në mes gjelbërimi të pafund, fshati Ramoc shpalos njën nga pejsazhet më të bukura natyrore që ofron komuna e Gjakovës, i njohur për qetësinë e tij, ajrin e pastër dhe natyrën e paprekur. Ramoci është kthyer një destinacion gjithnjë e më tërheqës për adhuruesit e natyrës dhe qytetarëve që kërkojnë largimin nga zhurma urbane. Pejsazhi i Ramocit është jo vetëm një bukuri për syrin, por edhe një pasuri për zemrën, një vend ku natyra flet në mënyrën më të pastër dhe më të sinqertë, dhe mbi të gjitha është një kujtim që mbetet gjatë në mendje për çdo që e viziton, qoftë për herë të parë apo për të shumtën herë. Kështu bëjnë të ditur ata pak banor rezident të kësaj zone. Pamje ma gjepse në fshatin Ramoc mund të gjesh në secilën stin të vitit, madje edhe atëherë kur zymtësia vjeshtës dhe barësia dimrit mbujlojnë reliefin e fshatit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranet me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti vranet me rishje shiu, me temperatura të cilat do variojnë nga 10 deri në 17 gradë Celsius. 9 deri në 21 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti vranet me diell. Moti vranet me diell parashihet edhe gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 11 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 24 gradë Celsius.
Për të dielën, temperatura do variojnë nga 13 deri në 28 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet të jetë edhe të hënën, shoqëruar nga temperatura 15 deri në 29 gradë Celsius. Për të martën parashihet mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Komuniteti i biznesit nesër proteston. Aleanca Kosovare e Bizneseve e shqetësuar për ndryshimet në tregun e energjisë. Problemet infrastrukturore në rrugët Papa Klementi dhe Mark Malota shqetësim për komunitetin. Gjakova këtë vit më shumë është vizituar nga turistët aziatik, palën anash edhe ata të vendeve lindore. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.